as Albin Kurti, cilin po i zgërdhijet e po i dua troket fëmijët që i detyrojnë me dalë në foltore, në fshatra zgjedhore dhe me quajt Albin Baba. Qëndrueshmëria mbi parimet për cilat jëm largu prej lëvizjes Vetëvendosje është një sinjal për secilin që angazhohet në politikë dhe qëndron në kauzën që e përfaqëson. Familja është numër 1. Vlerat e ushtrisë lirimtare, mbrojtja e tyre dhe zhvillimi i vendit tonë janë 3 kauza të cilat unë do të qëndroj në to pa marrë parasysh çfarë do lloj sfide që na del përpara. Familja ka qenë ajo përmes të cilës ka dalë edhe ushtria lirimtare e Kosovës, e sidomos kontributi i nonës. E këta pikërisht po provojnë me hek emrin non prej secilit dokument. Madje edhe në shkolla, edhe në kuvend, kryeministri ka deklaruar që prindi nuk është përgjegjës për fëmin, por shteti duhet të jetë ai që kujdeset. Nuk kujdeset askush më mirë se sa nona edhe se sa baba për fëmin e tyre. As Albin Kurti, cilin po i zgërdhijet e po i dua troket fëmijët që i detyrojnë me dalë në foltore, në fshatra zgjedhore dhe me quajt Albin Baba. Kjo është rreziku ideologjik që vjen nga ky subjekt politik. Dje e keni po me zë e me figurë se çfarë janë gjendje ti bëjnë një fëmijës ndoshta edhe më pak se sa 10 vjeç në vendin tonë. Andaj veprime të tilla janë shpërfaqje ideologjike e Albin Kurtit dhe lëvizjes Vetëvendosje.